Një filozofi japoneze, se unë dashuroj filozofinë japoneze, ikigai, përgatitur për më të keqen. Edhe që do të desin prindrit, do ta përgatitesh veten. Ti falenderoj. Unë nuk përgatitem dot. Ti falenderoj. Do më ndihmosh? Po. Si? Mendoje për ditët e fillo çaje, unë kam çaj për të parë. E ke seriozisht? Po, për zotin. Që ti mendon se je jetim, në atë moment je jetim, aty e kupton që ti. Analiza më gjeta tani. Për zotin. Është e tepër. Edhe pasi e kam kaluar, dhe mendoje se kur një ditë të fusem dhe ti me më dhe ti madha, kupton? Edhe fillon qana, kupton? Kja edhe zbrastin mrena vetës. Por fillon e mëson vetën me ato. Do më thënë që largu zot të ajo ditë do vizës, nuk i shmangemi dot. Kur të vija e ditë jemi përgatitur shpirtërisht, pra nuk t'i ka mendja kokës, nuk humbet vetën. Edhe pse unë jam i bindur që me ikën në një njeriu të dashur, bashkë me atë ikën në një pjesë e jote, që nuk vjen më kurrë, kupton? Edhe nuk është vetëm te familja, se unë kam mikesha që i dashuroj, i kam shpirta, kupton? Jam gjakun për ato, apo miq, që i kam parë që kam vendosur mua para vetes shumë herë për interesa. Që është shumë e rrallë në ditët e sotme që tjetri të sakrifikohet për ty, ose të vendoset ty para interesave të veta, sepse ai mendon që ti e ke nevojën tash për të suportuar. Edhe për këto jam i bekuar, në rrafshin personal unë jam i bekuar, sepse kam 5 njerëz që më duan vërtet. Për atë që jam, pa më thonë ndrysho, apo mi ka marrë mirëqenia ato që kam defekte, se gjithë kemi defekte. Por unë e përgatis veten, pra bëj lojra me trurin, që do ndodhe. Por do vdesin gjithë ditë, do esh tek pull veten, si do e përballosh. Fillosh qash, jeta është e padrejtë. Edhe?